Shikues të respektuar të televizionit Tuskana, mirë se vini në emisionin Nën thjerrëzën e Uskanës. Në kuadër të këtyre emisioneve, ne do të trajtojmë tema nga arsimi. Do të flasim me udhëheqës të shkollave fillore të komunës së Kërçovës. Musafiri i parë në këtë emision për të folur rreth aktiviteteve në shkollën fillore që udhëheq më konkretisht bëhet fjalë për drejtorin e shkollës fillore Req Rushit Zajazi, zotërin Naser Ismaili. Zotërin Naser, faleminderit që gjetët kohë të flasim pak për shkollën që udhëheqni ju. Faleminderit edhe juve, ju përshëndesim. Unë thash se ne do të flasim për shkollat, do të flasim për aktivitetet që i keni pasur ju që nga emërimi në pozitën e drejtorit. Ju në këtë pozitë jeni në mandatin e dytë, do të thonë që e kryeni punën e drejtorit apo udhëheqësit të shkollës Zajazit. A mund të na thoni disa të arritje të rëndësishme për shkollën Req Rushit Zajazi, prej kur ju jeni drejtori i kësaj shkolle? Atëherë edhe njëherë ju falenderoj për ftesën, i përshëndesim të gjithë teleshikuesit e televizionit të Uskana. Për sa i përket të arriturave të shkollës Req Rushit Zajazi, në 7 vitet e fundit, prej kur unë jam emëruar si drejtor, mendoj se është procesi edukativ arsimor. Kemi pasur një proces edukativ arsimor të suksesshëm. Këtu do të veçoj se shkolla jonë ka marrë pjesë në për çdo aktivitet që na është ofruar në çdo ditë, çdo javë, çdo muaj. Kemi patur bashkëpunime me Byrën për zhvillim të arsimit, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Komunën e Kërçovës. Kemi arritur të menaxhojmë edhe pse me rënje të numrit të nxënësve të gjithë shkollat periferike dhe shkollën qendër, sepse shkolla jonë funksionon me 6 shkolla periferike dhe një është shkolla qendër, do të thonë 7 objekte, në të cilët në shkollat periferike kemi nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 6, në klasën e 5, ndërsa në shkollën qendër janë nxënësit nga klasa e 6 deri në klasën e 9. Zoti Naser, ne për disa aktivitete të juajat edhe që keni marrë pjesë në gara dhe i kemi pasqyruar në lajmet e televizionit Tuskana. A mund të thoni sa ka qenë e nevojshme bashkëpunim institucional për të marrë pjesë në këto aktivitete? Atëherë për të marrë pjesë në këto aktivitete, sigurisht që kemi pasur nevojë që të na mbështesin edhe institucionet, sidomos Ministria e Arsimit dhe Shkencës edhe Komuna, bashkë me Byrën për zhvillim të arsimit, por nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe nga Komuna kemi patur mbështetje, nga Byra për zhvillim të arsimit disi, jo edhe aq. Kemi marrë pjesë, domethënë si shkollë, në për shumë aktivitete. Mund të them gati çdo muaj kemi pasur nga 4-5 aktivitete, me shoqata të ndryshme, me projekte si aktivitetet realizuara edhe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, por edhe nga Byra për zhvillim të arsimit, edhe nga projekte që janë edhe si aktivitete që janë realizuar edhe nga Komuna e Kërçovës. Domethënë kemi realizuar një numër të madh të aktiviteteve gjatë këtyre viteve dhe kjo është arritur sigurisht falë edhe punës dhe angazhimit të arsimtarëve të shkollës sonë. Sa ka qenë vullneti i arsimtarëve për të marrë pjesë, me që nuk është punë e lehtë me të marrë pjesë në gara. Dhe sot kur flasim në për shkolla që thatë edhe ju që numri i nxënësve është në ramje dhe mundësia e përzgjedhjes së nxënësve që të marrin pjesë apo të ndahen nxënësit në disa grupe për pjesëmarrje është edhe më e vogël. Kështu falë angazhimit të arsimtarëve, shkolla jonë ka marrë pjesë gati në të gjitha garat që kemi mund të arrijmë të ndëgjojmë se mbahen. Këtu mund përmes garat në gjuhë angleze, mund të përmes garat në lëndën e biologjisë, kimisë, fizikës, në lëndën e matematikës, në bazat e teknikës dhe të prodhimtarisë, në lëndën e informatikës, e kështu me radhë, në arsim figurativ gjithashtu kemi marrë pjesë, kemi arritur të marrim pjesë edhe në gara komunale, edhe në gara regionale, edhe në gara republikane, ku shkolla jonë ka arritur vend të parë, ka arritur vend të dytë dhe vend të tretë
jetë në nivel shtetëror. Sepse mos e diskutojmë për shembull në pjesën e komunës edhe në region ku kemi qenë gati 3 vendet e para e kanë takuar shkollës sonë. Dhe kjo është sigurisht falë punës arsimtarëve. Përveç asaj, përveç garave komunale, regionale dhe republikane, shkolla jonë ka marrë pjesë edhe në gara ndërkombëtare, në lëndën e matematikës, këtu veçoj dhe në lëndën e gjuhës angleze, ku në gjuhën angleze, për fat të keq ta themi kështu, sepse ajo ishte një fat shumë i mirë për shkollën tonë, sepse u fituan gati të drejtën për të shkuar në Londër 33 nxënës, por si rezultati kushteve, faktikisht mjeteve, nuk mund të arritëm të qojmë nxënësit, edhe pse ato arritën një sukses të jashtëzakonshëm në gara Teen Eagle në Londër. Do të thonë, kjo ka qenë problemi financiar, tërka është problemi arsimor apo i garës në nxënësve, atë e kanë tejkalu problemi financiar. E kanë tejkalu edhe atë shumë mirë, edhe kjo është falë punës së arsimtarëve që unë krenohem që kam punuar me ata. Zotin Ansera, mund të më thoni pak, ju thatë që keni disa shkolla periferike që i keni Zajas Qelike, Kollar, Zajas Gjumoa, Teqja që binë kuadrat të shkollës juaj, Drogomisht i Madh dhe Drogomisht i Vogël. Si arrini ti menaxhoni se shumë objekte shkollore që keni jashtë qendrës? Do më thonë, përveç meje, në shkollën tonë është edhe zëvendës drejtoresha, Gjika, bashkë me të arrim të menaxhojmë, bashkë me përgjegjësat e shkollave periferike, sepse në çdo shkollë periferike kemi edhe nga një përgjegjës, arrim që t'i menaxhojmë, të jemi sa më afër nevojave të arsimtarëve, të nxënësve, të prindërve, e kështu me radhë, dhe mendoj se kemi arritur të menaxhojmë shumë mirë falë angazhimit edhe të përgjegjësit, zëvendës drejtoreshës edhe sigurisht bashkë me arsimtarë, bashkë me prindrit. Zotin Ansera, si është gjendja e transportit të nxënësve, me që ju duhet njëherë me i sjellë në shkollat fillore, në shkollat periferike, deri në klasë 5, po pastaj edhe me i grumbullu në shkollën qendrore? Tash në shkollat periferike nuk kemi transport të organizuar për shkak se fëmijët janë shumë afër objekteve, sepse janë të shpërndara shkollat periferike nëpër gjithë fshatin Zajas, domethënë e përmend edhe më herët, domethënë Zajas Teqe, Gjumoa, Kollar, Drogomisht i Madh, Drogomisht i Vogël dhe Zajas Qelikaj. Edhe nxënësit nuk janë, domethënë, shumë më larg se 2 kilometra, si është e parapame me liq, ndërsa kur vinë në shkollën qendër nga klasa 6 deri në klasën e 9, atëherë kanë të organizuar transport në shkollën tonë, qysh prej ish komunës së Zajazit, edhe tash me komunën e Kërçovës, e kemi menaxhuar me vetë transport, kemi kombibusin edhe punëtorin që i transporton të gjithë nxënësit, pa më parasysh a janë, domethënë, ose jo mbi 2 kilometër. Domethënë të gjithë nxënësit në shkollën qendër transportohen me kombibusin e shkollës sonë. Do të thonë, keni ai punësori, ai që i transporton nxënësit është punësor. Po. A mund të thoni gjendja si gjetët shkollat dhe cilat projekte i realizuat për këtë kohë sa ju jeni drejtor? Me thonë, shkollat i gjetëm në kushte të voliqme, nuk kemi patur probleme me menaxhimin paraprak të shkollës, ish drejtori bashkë me komunën e Kërçovës kishin arritur që të deblokojnë smetkën e gjirologarinë e shkollës. Do me thonë, gjithçka ka qenë në rregull dhe falë asaj, vetëm ne se filluam edhe me menaxhimin e shkollës, jemi munduar që ta bëjmë punën ashtu siç duhet edhe kemi realizuar një numër të madh të projekteve dhe sigurisht këtu na kanë ndihmuar edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, na kanë ndihmuar Komuna e Kërçovës, Byroja për zhvillim të arsimit edhe shoqata të ndryshme humanitare dhe organizata të ndryshme humanitare si këtu brenda vendit, por edhe shoqatat që janë nga bashkëdhetarët tanë, që unë shfrytëzoj rastin të përshëndes sepse na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në arritjen e suksesit në procesin edukativ arsimor, duke na siguruar mjete të ndryshme, pajisje të ndryshme. Ato kanë qenë pajisje që ne kemi shfrytzuar jashtëzakonisht shumë dhe falë atyre është zhvilluar ashtu siç duhet procesi edukativ arsimor. Mund të flasim pak për aktivitete konkrete infrastrukturore që i keni pasur që se ju kujtohet, me që
kemi bo edhe disa informacione gjatë kësaj kohë, më kujtohet në shkollën fillore të Zaja Steqes, mos gaboj, ndihmonte dhe shoqata, por i pash edhe arsimtarët punonin aty, ndihmonin në rregullimin e saj. Po, është shumë e vërtet, domethënë përveç shoqatave kanë ndihmuar jashtëzakonisht edhe arsimtarët shumë, ato janë dalur, kanë punuar edhe jashtë orarit të punës, vetëm që të arrim të kemi kushte më të mira në për objektet shkollore, dhe këtu nuk janë vetëm arsimtarët që janë në shkollën periferike Zaja Steqe, por edhe në të gjithë shkollat e tjera, edhe në Zaja Xhuma, edhe në Kollar, edhe në Drogomisht të Madh, në Drogomisht të Vogël, edhe në Zaja Qelikaj. Arsimtarët edhe ato kanë punuar barabar me punëtorët që na kanë ndihmuar, vetëm që të arrihet, domethënë të jetë një objekt sa më i përshtatshëm për procesin edukativ arsimor, sa më i përshtatshëm edhe për vetë nxënësit. Në shkollën Zaja Steqe, për shembull, në shkollën Zaja Xhuma dhe në Zaja Qelikaj, kanë ndihmuar shoqata të ndryshme këtu. Në shkollën Zaja Steqe, shoqata Zaja Steqe kanë ndihmuar shumë. Na kanë siguruar mjete pajisje edukative arsimore, kompjutera, na kanë siguruar këto projektora të ndryshëm që nxënësit të kenë sa më mësim bashkëkohor. Zoti Nasser, tash të flasim pak rreth projekteve konkrete në disa shkolla tjera përveç shkollës në Zaja Steqe që folëm. Unë me sa di, ne kemi përgatit një informacion njëherë edhe për shkollën periferike të fshatit Kollar. Çfarë konkretisht projekte infrastrukturore keni realizuar? Tash në bashkëpunim me Komunën e Kërçovës dhe Drejtorinë për Zhvillim Rajonal, është arritur që të rregullohet fasada e shkollës, rrethimi komplet i oborrit të shkollës, është rregulluar pullazi i shkollës, edhe janë siguruar edhe shumë mjete mësimore ndihmëse, tabelat e bardha, kompjuterat nga shoqatat e ndryshme që janë jashtë shtetit nga bashkëdhetarët tanë, ku arritëm që të kemi për çdo nxënës kompjuter më vete në shkollë, edhe mund të them se është një ndër shkollat që ka kushte më të mira nga shkollat periferike për momentin, sepse me të vërtetë është shkollë e kompletuar. Në Drogomisht të Vogël? Në Drogomisht të Vogël, falë angazhimit tonë si shkollë, kemi arritur që të kemi gjithashtu edhe aty kushte shumë të mira. Kemi të siguruar tabelat e bardha, është rregulluar fasadimi i mbrëmshëm i shkollës, sigurisht kanë mjete mësimore ndihmëse, ato i kanë çdo muaj gati të gjitha shkollat periferike, edhe aty mësimi zhvillohet ashtu siç duhet. Ju me sa shoh i vërtet keni punuar shumë, po në Drogomisht të Madh keni bërë diçka? Po, edhe në shkollën në Drogomisht të Madh, gjithashtu kemi patur investime edhe nga ana e shkollës, por këtu shfrytëzoj rastin edhe të përshëndes gjithashtu edhe Fondacionin Besa në Drogomisht të Madh, edhe shumë donatorë privat që kanë ndihmuar në atë shkollë që është rregulluar, domethënë, ngrohja me klima, janë siguruar tabelat e bardha, kompjuter të ndryshëm, projektor, është rregulluar, ka filluar të rregullohet edhe oborri i shkollës, duke rrethuar komplet oborrin e shkollës, rregullimi me pllaka bekatonka, edhe aty është, domethënë, është një ndër shkollat më të mira që kemi në shkollën tonë. Ndërkaq që përmendet mos harroj edhe shkollën që keni në Zaja Qelikaj, aty keni bërë ndonjë mësim? Ajo ka qenë pak si shkollë me kushte pak më të vështira, por aty fal impenjimit tonë është rrethuar oborri, pasi që shkolla është shumë afër rrugës, edhe vendi nuk është domethënë i përshtatshëm dhe nxënësit ishin në rrezik, e kemi rrethuar oborrin, është vendosur porta, janë rregulluar banjot,
Sigurisht edhe mbrenda shkollës kemi bërë ndryshime, e kemi lyer nga jashtë për mbrenda, kemi vendosur vetë tabelat e bardha, kanë kompjuter edhe falë donacionit nga Ministria e Ekonomisë. Sot ato në zonës kanë edhe klima për ngrohje. Domethënë nuk ngrohen me koftora siç ishin, por me klimat për ngrohje. Si e keni të rregulluar çështjen e ngrohjes në nivel të gjitha shkollave? Po, atëherë ngrohja është në shkollën qendër me naftë, në Dërgomisht të vogël është me naftë, në Dërgomisht të madh në Zajas Qelikaj është me klima, në Zajas Teqe, Zajas Gjuma edhe në Kollar është me dru. Dhe thënë aty keni me dru? Po, ama jo me koftora si që ishën moti, por me nxemje qendrore. Nxemje qendrore, vetëm funksionimi është me dru. Me dru. A mund të thoni rreth kabineteve në shkollë? Si qëndron shkolla e Zajasit, me që shkollat fillore shumë pak kanë kabinete dhe investime në të asaj natyre? Po. Atëherë tek shkollat fillore kemi vetëm një kabinet që shfrytëzohet edhe si bibliotekë, edhe si kabinet ku nxënësit vendosin punime të ndryshme, ndërsa në shkollën qendër kemi fituar në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës shumë kabinete. Do me thonë, kemi fituar kabinetin e shkencave matematiko-natyrore, do me thonë, kemi kabinetin e biologjisë, fizikës, kimisë, matematikës, gjithashtu kabinetin e gjeografisë dhe historisë që është bashkë. Përveç asaj, në shkollën qendër funksionojnë edhe kabinetet e informatikës, të arteve, kabineti i artit figurativ, më saktë se është më vete, edhe kabineti i muzikës që është bashkë me ato të gjuhëve që funksionon bashkë edhe me bibliotekën e shkollës. Dhe janë me kushte bashkëkohore? Po, kushtet i kanë të jashtëzakonisht shumë të mira, arsimtarët me fal punës së tyre tash më pak se. Do me thonë, arsimtarët punojnë jashtëzakonisht shumë, kanë kushte shumë të mira. Kabinetet janë të kompletuara, për çdo njësi mësimore kanë çdo vegël, kanë gjithçka. Dhe mjafton vetëm të sqarojnë nxënësve dhe mësimi të zhvillohet ashtu siç duhet. Si është bashkëpunimi këtë drejtim mes arsimtarëve dhe nxënësve për të përdorur këto kabinete? Po, kabinetet janë secili është më vete, me përjashtim të kabinetit të gjeografisë dhe historisë, që sigurisht kur e përpilojmë orarin në fillim të vitit shkollor, orarin e përshtasim që të mund të shfrytëzohet kabineti gjatë gjithë ditës, duke kaluar njëri arsimtar tek tjetri. E thonë, si është vullneti, tham ne më herët pak folëm për garat që marrin pjesë nxënësit. Po për fat keq, drejtori do të kishte thonë që shohim disa arsimtarë që çdo vit marrin, por nuk i shohim të gjithë arsimtarët të jenë pjesë e atyre garave. Sa është vullneti të gjithë arsimtarëve që të jenë pjesë e këtyre garave dhe me atë të tregohet edhe përkushtimi i tyre, apo disa arsimtarë dhe ngurohen që të jenë pjesë e këtyre garave në lëndët që ato japin për shkollë? Për tash, këtu nuk ka vetëm çështja se nuk don arsimtari, realisht të folim edhe në garat, pasi që për fat të keq, ne tash nuk di si ta them, ne jetojmë në Republikën e Maqedonisë, edhe arsimtarët hasin në probleme, sidomos me etnitete të ndryshme. Hasim probleme për shembull të atilla ku nxënësit e ka të parashtruar pyetjen në gjuhën maqedone, për shembull, ose gjysma e pyetjes është në gjuhën shqipe, gjysma e pyetjes është, ose pyetja është në gjuhën shqipe, përgjigjja është në gjuhën maqedone. Për zgjedhjet për shembull në anën B, në C ka në gjuhën maqedone dhe shpesh herë e lodhin arsimtarin për shkak se ato janë fëmijë, janë nxënës, ato nuk dinë problemet që janë jashta, mund të jenë edhe si probleme teknike, por është e vështirë për shkak se si arsimtar ato angazhohen vazhdimisht për ta përgatitur një nxënës për të marrë pjesë në gara edhe të arrish të fitosh ose të kesh vend të parë, të dytë ose të tretë, është sigurisht një punë shumë e madhe, por këto probleme i kemi patur, kanë ekzistuar edhe më herët, por ekzistojnë edhe tani, që
këto domethënë i bëjnë pak të stagnojnë. Ndërsa pjesa tjetër besoj se arsimtarët nuk e kanë problem, sidomos në shkollën tonë, sepse nuk refuzojnë asnjë garë që të paktën na ka ardhur në email ose e kemi kuptuar se mbahet në filan datë dhe ato me njerë marrin pjesë. Nuk kemi patur ashtu probleme që të refuzojnë mos marrin pjesë në gara të ndryshme. Nuk kanë nguruar mos marrin pjesë në gara. Drejtor, a mund të më flitni pak rreth bashkëpunimit të shkollës së juaj që ka me shoqatat, përmendëm ne që ju ndihmojnë, por jashtë kësaj bashkëpunimit që keni edhe me shkolla që janë jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut, ju keni pas disa vizita edhe nga Gjermania, disa nxënës. Si rreth ai bashkëpunim? Ai bashkëpunim ka filluar qysh më herët, domethënë jo vetëm gjatë 7 viteve të fundit, është si bashkëpunim domethënë diku mbi 15 vite, ka mbetur si tradit, nxënësit tonë bashkëpunojnë me nxënësit e bashkëdhetarëve tanë që janë në Gjermani, atje funksionojnë shkollat të shqipe në Gjermani dhe kur nxënësit vinë te na, qëndrojnë 2 ditë, shkëmbejnë domethënë përvojën e tyre se si funksionon domethënë mësimi andej dhe si funksionon mësimi domethënë tek ne. Ato nxënës kur vinë tek ne, domethënë shkojnë në orë të ndryshme mësimore, shkëmbejnë përvojat e tyre, si zhvillohet mësimi tek na, kemi aktivitete të përbashkëta kulturore. Një vit nxënësit tanë shkojnë andej, vitin tjetër vinë ato. Domethënë këtë vit me disa ndryshime që u pësuan andej, domethënë nuk shkuan nxënësit tonë, por shpresoj që këtë vit ajo të mund të realizohet, sepse radha është e jona që të shkojmë në Dortmund të Gjermanisë dhe këtu e përshëndes edhe zotëri Kemal Çallakun, sepse fal atij domethënë është realizuar ky bashkëpunim. Kjo përvojë dhe nxënësit tanë pa marrë parasysh ku janë të jenë sa më afër vendeve tona. Drejtor, aspekti ekologjik. Çfarë keni ndërmarrë në këtë aspekt si shkollë? Po. Atëherë, me marrjen e mandatit, menjëherë filluam të realizojmë një numër të madh të punimeve ekologjike në oborrin e shkollës qendër, ku është bërë mbjellja e fidanëve dhe fal asaj Ministria e Punës, Ministria e Ekologjisë na mundsoi që të konkurrojmë në një projekt që ishte me një shumë të madhe, afër 10.000 euro, dhe ne si shkollë atë e fituam si projekt, edhe fal atij projekti është bërë rrethimi një pjese të madhe të oborrit të shkollës qendër, është rrethuar pjesa ku janë parqet, janë mbjell fidan të ndryshëm, janë vendosur ujë për pije me ventilim që pastrojnë ujin në të gjitha shkollat periferike edhe në shkollën qendër. Të njëjtat fidanët janë të mbjell edhe në shkollat periferike edhe në shkollën qendër. Edhe kemi ujë me solar në pullazin e shkollës qendër, ku shfrytëzohet si ujë i ngrohtë që të kemi sa më pak të shpenzime në energjinë elektrike. Ndërkaq filloi edhe vendosja në disa shkolla edhe sistemi fotovoltaik. Në shkollën e juaj mendoni diçka, apo jeni të realizuar, apo e keni realizuar? Po. Vitin e kalu, Komuna e Kërqovës pati disa projekte ku u vendosën edhe në shkollën tonë panelat fotovoltaik. Edhe këtë vit, para 3 ditëve më saktë, u vendosën panelat fotovoltaik në sallën e sportit dhe fal atyre panelave, domethënë në shkollën tonë energjia elektrike vjen shumë pak në krahasim me vitet më herët, sepse me të vërtet janë shumë është tul kosto, ja. Po, jashtëzakonisht shumë. Ne kishim, domethënë, na vinte në rryma elektrike vinte për 100.000 denar, ndërsa tash paguam rrymë elektrike afër 20.000 denar, jo më shumë. Për të gjithë, të gjithë për shkollat periferike, flasë edhe shkolla qendër. Një ulje shumë e madhe e kostos. Shumë. Drejtora, mund të më thoni
Sa keni pas edhe vizitat të ambasadorëve, a ka pas rast që të vizitojnë ambasadorë për gjatë kësaj kohe? Po. Atëherë shkollën tonë e ka vizituar ambasadori i Francës, Christian Timonier, ambasadori i Spanjës edhe i Britanisë së Madhe. Fal aktiviteteve të ndryshme që i kanë parë ambasadorët dhe fal impenjimit të arsimtarëve, për shembull këtu shfrytëzoj rastin të përshëndes arsimtarin Fatmiren që e mundsoi vizitën e ambasadorit francez, i cili u nda nga ne shumë i kënaqur, pasi që jemi ndër shkollat e pakta që e kemi ruajtur gjuhën frenge si gjuhë e dytë përpos gjuhës angleze. Kishim vizitë si rezultat të arsimtares artit figurativ, kishim ambasadorin e Britanisë së Madhe, ku arsimtarja e artit figurativ Lulzimja realizoi një numër të madh të aktiviteteve dhe ajo pikërisht për ato aktivitete erdhi për vizitë në shkollën tonë. Kishim rastin edhe të vizitë në shkollën periferike në Drogomisht të Madh edhe të ambasadorit të Spanjës, i cili erdhi pikërisht në ditën e ato e kanë si ditë botërore takot meksikane. Ne ja mundsoam që ta realizojmë si aktivitet në shkollën tonë, pikërisht në Drogomisht të Madh, dhe erdhi në vizitë ambasadori i Spanjës, të cilët u ndan shumë të kënaqur, bile me ambasadorin e Spanjës na ofroi edhe si mundësi që nxënësit të mund të kenë kurse, ato që dëshirojnë, kurse për 6 muaj intenzive që të njohin gjuhën spanjolle. Thënë janë një ndër shkollat e rralla që janë jashtë vendeve urbane, që thonë, si Kërçova, shkollë periferike, apo jashtë Kërçovës shkollë në fshatra që është vizituar nga kaq ambasador të huaj, erat. Të huaj. Drejtora, mund të flitni pak rreth vizionit të juaj për zhvillimin e kësaj shkolle? Ju përmendët shumë projekte që keni realizuar për këto 7 vite, por a u ka mbet diçka i pa realizuar? Atëherë vizioni i shkollës është që të vazhdojmë të kemi suksese sa më të mëdha në shkollën tonë, të bashkëpunojmë sa më tepër, që të kemi më tepër aktivitete, të kemi suksese sa më të mëdha, dhe sigurisht që bashkë me arsimtarët, sepse vetë nuk arrihet kurrë, bashkë me arsimtarët të arrim majet e suksesit, pse edhe më shumë. Drejtor, unë më hiku si pyetje ta bëj rreth tash kur ishte dita e fëmijëve me nevoja të posaçme, ne edhe bëmë një promovim të dhomës për këto fëmijë. Si funksionon ajo tash, a ndjekin fëmijët që kanë nevojë për? Atëherë ajo është dhoma senzorike. Gjithashtu këtu shfrytëzoj rastin të përshëndes Kallirin e Mirësisë që na ndihmuan jashtëzakonisht shumë për realizimin e atij projekti. Dhoma senzorike funksionon shumë mirë, nxënësit janë shumë të kënaqur, ato janë pjesa më e mirë e mesit tonë. Për fat të keq këtu shteti punon shumë pak për ato fëmijë. Nuk jep mundin e duhur që ato fëmijë të jenë të barabarta ashtu siç duhet. Nuk bisedohet për shembull vetëm në shkollën tonë, flasim edhe në përgjithësi, për ato fëmijë duhet të punohet shumë më shumë, sepse ato janë më të mirët në mesin tonë, ato janë me të vërtet fëmijë të cilët realisht kanë nevojë. Aty shteti duhet të vënë dorë pak më tepër, sepse nuk është vetëm të thuhet në për projekte të ndryshme se ja fëmijët e ndjekin, ato fëmijët me aftësi të kufizuara, e ndjekin mësimin edhe kaq, nuk është ashtu. Duhet të punohet më tepër, shteti të vënë dorë pak më tepër, nuk është vetëm puna e një asistenti arsimor edhe të bëhen kushte, por të bëhen punë shumë më të mëdha që ato fëmijë të kenë jo vetëm tek një dhomën senzorike edhe të mundohemi ta realizojmë ashtu siç duhet, por ta kenë të gjitha shkollat edhe në Kërçovë, por edhe më gjerë, sepse me të vërtet kanë nevojë të mund të shikoni se si ndjen ato fëmijë në atë dhomë,
është diçka që është e papërshkrueshme, nuk mund ta përshkruajmë as me fjalë. Drejtor, për fund do ta bëj edhe si pyetje, ne kemi bërë disa herë, po mos thon shikuesit se i hikëm asaj. Pyetje, salla e sportit vazhdon me të njëjtat probleme. Salla e sportit për momentin qëndron ashtu, por këtu do të shfrytëzoj rastin sepse u fillua që të realizohet, që të rregullohen dokumentacionet e sallës së sportit. Për momentin janë në komunë, janë duke ishin më saktë, tash nuk e di deri ku është me ndryshimin e kryetarit të komunës. Filluan të përgatitet një tender, sa kam dëgjuar, një tender që të mund të kompletohet salla e sportit ashtu siç duhet, edhe të vendosen, siç e thash edhe më herët, në sallën e sportit ajo si objekt nuk figuron kërkundi, ndërsa ne kemi panelet fotovoltaike që u vendosën para 3 ditëve në shkollën tonë. Besoj se përderisa u vendosën panelet fotovoltaike, besoj edhe salla e sportit të mund të hapet, edhe është koha, edhe nuk është në rregull që ajo sallë të jetë ashtu mbi 14 vite. Unë kam qenë zonës kur ajo sallë ka filluar të ndërtohet, që nuk është në rregull. Këtu tash pa më parasysh nuk du të ikë përgjegjësisë, është faji im i udhëhecësive paraprake, që ndoshta nuk e kemi dhënë mundin e duhur që ajo sallë të hapet, por realisht aty duhet të vendor të gjithë që sallat e sportit të funksionojë ashtu siç duhet. Përpjekja nga ana juaj nuk ka munguar. Jo, vazhdimisht jam përpjekur. Mos them çdo muaj, kam përgatitur dokumentacione të ndryshme, jam munduar edhe me prindrit, në bashkëpunim me prindrit, kemi quar ankesa të ndryshme në komunë, në Ministrinë të Arsimit, për herë kemi asur se jo është e Ministrisë së Pushtetit Lokal, jo është e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, jo agjencionit, pa më parasysh salla duhet hapet. Do të thonë salla sidoqoftë mungesën e tyre e vuan profesori edukatës fizike që patjetër, edhe vetë nxënësi. Edhe vetë nxënësi, normalisht, po ai nuk mund që të ushtrojë apo të japi lëndën edukatës fizike, duhet si më herët në natyrë të bëhen orët e sportit. E vërtet, në shkollën tonë ashtu, në fakt, në moment realizohen, domethënë në pjesë në oborrin para shkollës qendër, edhe tash në kohën e dimrit ne jemi munduar të furnizojmë kemi një përloj ping-pongu ose gjëra të vogla, por që nuk është ajo ashtu siç duhet. Drejtor, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar prindërve dhe nxënësve? Mesazhi im është që të bashkëpunojnë sa më tepër me arsimtarët për të pasur një proces edukativ arsimor ashtu siç duhet. Drejtor, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju. Shikues të respektuar, ne ishim në këta minuta me drejtorin e shkollës fillore Reç Rushit Zajazi nga fshati Zajaz, një shkollë qendrore që gjendet në Zajaz, por me disa shkolla periferike në fshatrat për rreth, ku edhe nga vetë drejtorin dëgjuam për aktivitete që i kanë arsimtarët duke marrë pjesë në garat të ndryshme, por edhe nga ajo pjesa infrastrukturore që shkollat e jona kanë qenë në një gjendje të mjerueshme që fal angazhimit të drejtorit këto kushte janë ndryshuar. Unë shpresoj që do të di edhe politika që të respektojë njerëzit që punojnë dhe ato të mbështeten dhe jo të shikojnë në prizmën e politikës, që të vazhdojnë të punojnë dhe të mos mendohet që ndryshimet të prekin tek arsimi për arsye se humbim ne, humbim fëmijët tanë dhe kështu në përgjithësi e për tjefin e disa personave që të vinë në një pozitë dhe ti që dikushi që ka filluar që të punojë. Shpresoj që në arsim në përgjithësi nuk do të jetë kjo, sa më larg politika nga arsimi, aq më të suksesshëm do të jemi ne si shoqëri. Faleminderit dhe shihemi në emisionet e ardhshëm me drejtorë të tjerë të shkollave fillore të komunës Kërçovës.